si në Vlorë, si në Tiranë, qytetarëve për hir të vërtetës nuk u kanë dhënë shërbim. Ky është një fakt që po shikosh gjithë komentet, asnjë koment nuk është që të shqetësohen pse ikën këta punojës. Do thuash nuk janë të gjithë punojësit të korruptuar. Kjo është e vërtetë se shumica e drejtorëve të Vlorës përfshi kryedemokratin ton që e morën borxh 3 muaj dhe e hoqën prap ashtu siç e morën në mënyrë me ceremoni. Gjithë të tjerët kanë qenë drejtorë të ardhur nga jashtë Vlorës. Pra, këta e kanë gjithmonë të kontrolluar. Gjithë institucionet që u duan e kanë të kontrolluar. Por ASHK-ja e Vlorës nuk është vetëm Vlora apo Zvërneci. Mbulon Karabrunin, i cili është dhuruar dhe ajo një kompanie të huaj. Vazhdoj me Pashalimanin, është dhuruar një kompanie italiane e cila është me një politikan të njohur. Vazhdoj me Porto Palermon, e cila po është dhuruar. Vazhdoj me Dhërmiun, që është grabitur dhe plaçkitur në mënyrën më të pamëshishme. Çdo tokë ka 3 pronarë dhe në fund lëshohet një vërtetim hipotekor, i cili thot zonë pa menaxhuar. Pra, në një sipërfaqe toke janë 3 pronarë. Ke sipërfaqe toke me hektar të sekuestruara me vendim gjykate, të cilat po vazhdojnë po marrin leje. Pra, gjithë këto zhvillime, gjithë ky bregdet duhet të mbarojnë shpejt e shpejt me hipotekat, pra të ti rregullojnë ose ti sistemojnë dhe me akshin, të zhdukin dosjet, siç i kanë zhdukur. Kam një rast konkret të një kolegu ton avokat, e çojnë në prokurori, e çojnë në gjykat, mirë që nuk mori shërbim pas 3 vjetësh, po në fund i vin përgjigje që dosja juaj nuk gjendet fare. Pra nuk është se i mungon një dokument. Këta të zhdukin dosjen. Dikur ka pasur dhe probleme, të mungon një dokument, të hiqin një faqe, sot të zhdukin tërë dosjen. Pra, qytetarët ngelen pa asnjë dosje. Kjo është më e rrezikshme që do ndodh. Po qytetarët nuk janë përballur akoma, se janë të qetë në mendjen e tyre që dosja është në mënyrë digjitale. Kur ta marrin vesh dhe ta kuptojnë që dosja nuk ekziston fare, do të bëjnë kalvarin e tyre gjyqësor. Por një lajm i mirë është në Vlorë, Aldo, me gjithë to institucione që janë hequr, i vetmi institucion që nuk lëviz në vendi dhe janë bërë shumë investime në kohët e fundit, është psikiatria e qytetit të Vlorës. Dhe ne na bën një dëm si këshilltar, na morën kryetaren e Këshillit Bashkiak, zonjën Mërkuri, dhe na i çuan drejtoresh te psikiatria. Pra, është institucion me rëndësi të veçantë që pret me padurim gjithë të mërziturit na kjo keqeverisje dhe është bërë një investim i cili është për masat e dura për të mikpritur pacientët. Të paktën është duke ndodhur, sepse vitin e kaluar në fakt u vur re që pamjet dhe kushtet në atë spital ishin të tmerrshme. Po megjithatë për të qëndruar tek rasti konkret, zoti Gumbardi, doja të dija në fakt a ka ndonjë bazë ligjore për sa i takon zhvendosjes së plotë të një institucioni vendor siç është Kadastra e Vlorës, por pa bërë konsultime me stafin, pa një analizë të impaktit administrativ? Nga aspekti ligjor. Bazë ligjore, çdo vendim që del, bazë ligjore ata e kanë në dorë vetë, se vetë i firmosin, vetë i vullosin. Nuk është problemi, thash, në gjithë ata punojës aty nuk mund t'i futësh gjithë në një prerje të thuash gjithë janë të korruptuar. Por është një gjë, në çdo zgjedhje, qoftë lokale, qoftë qendrore, i vetmi institucion që i shtoheshin urgjentisht punonjës ishte ASHK-ja dhe legalizimet. Pra, gjithmonë mënyra se si kanë vajtur në punë nuk është se ka qenë ligjore dhe në moment që i heq duhet ta bësh ligjore. Pra, në një shtet që nuk e njeh ligjin, çfarë ndryshimi ka kur i morën në punë në mënyrë të jashtëligjshme dhe kur i hoqën në punë në mënyrë të jashtëligjshme? Çfarë do ndryshoj? Se të gjithë po thonë i morën dhe i flakën në rrugë. Po asnjëri nuk ka thënë në mënyrën si i kanë marrë në punë.